që të pranohet kërkesa, shanset janë 0. A do krijohet jurisprudencë? Jo, kërkesa është pranuar. Jo, për tu... Jo, është pranuar, do kaloj në gjykim. Jo, nuk është vendosur akoma. Është... se tash la për datën 20. Është lënë. Datë 11 e diun. 12. Është lënë për datën 12. Për tu shprehur a do pranohet. Për tu shqyrtuar. Për tu shqyrtuar. Pastaj kalon. Se ajo treshja që mori vendim. Nuk i mori vendim. Treshja mori vendim që të shtyhet për datën 12. Jo të shtyhet, nuk mori vendim. Po pra, duke mos marrë vendim, do mblidhet trupa. Gjykata. Gjykata do vendosin. Ne kemi të garantuar gjithë dhjetori me telenovel me fjalë. Kjo është ideja. Po, do ketë interesant do jetë. Kazusi është unik, është shumë interesant, vetëm do t'i shërbej drejtësisë, vetëm do t'i shërbej jurisprudencës për të ngritur procedurë. Por në kuptimin për procedurë dhe për funksion, por Kryeministri tha Venecia është okej, tha. Shanset që të pranohet në gjykatë kushtetuese janë 0, sepse kryeministri nuk ka kompetencë taksative. Nuk legjitimohet. Megjithatë, gjykata apelit, GKK-ja dhe gjykata lartë mund të ndërhyjnë para se të arrijë. Jo në kuptimin e konfliktit kushtetues, por në kuptimin e konfliktit juridiko-penal, për shkak të nenit të kodit procedurës penale, për atë që sapo diskutuam, a do jetë pezullimi vetëm për aspektin administrativ, apo do jetë prandaj bota nuk ka kazuse. Kjo që thot profesori është, nëse gjykata e apelit për shembull rrezon vendimin e gjykatës shkallës parë, kërkesa në gjykatë kushtetuese ngelet pa objekt fare. Dhe nuk do të zgjidhet kjo çështje mrekullueshme juridike. Por ndoshta si kërkues që legjitimohet kryeministri mund t'i kërkojë gjykatës që të bëjë interpretim me interpretim. Ajo do pyeten palët, do pyeten palët. Do të zgjidhet në themel. Pika kryesore që ka të bëjë me shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën, pra në rast të një vendimmarrje që rrezon nga gjykatat e apelit apo gjykata e lartë që rrezon vendimin e gjykatës shkallës parë, automatikisht e tani çështja është shumë e thjeshtë për mua. Preket qeveria, s'preket qeveria. Ka që është. Po ta shpjegojmë. O preket o s'preket. Ta shpjegojmë. Jo, po kjo është është e prekur ose do ti çfarë thua, po është e prekur për lërë. Jo, është e prekur. Kur s'ka funksion, jo për funksion. Është e prekur qeveria, domethënë në mënyrë të drejtë për drejtë është e prekur. Çfarë do të thotë? Po, është përgjigje, po. Çfarë do të thotë pezullim? I një funksionari të lartë shtetar. Po. Cili është koncepti pezullimit? Mos futet në zyrë, mos bëj punë për 3 muaj. Deri në 6 muaj është shtyrje, se ai afati. Atëre, mos kemi në një tentativë që të kaloj ky afati? 1. E dyta, ky pezullimi a pengon në të vërtet punën